Republika e Kosovës do të jetë ndër 18 vendet nikoqire të ushtrimit më të madh ushtarak që drejtohet nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ku marrin pjesë 25.000 ushtarë nga 29 vendet e NATO-s. Krejt kjo do të ndodhë në kuadër të ushtrimit Defender Europe 2025, që do të mbahet nga 26 maj deri me 6 qershor. Hollësiti shpalos në një intervistë ministrin në detyrë mbrojtjes Eyüp Maqedonci. Ai tha se malet e babajt të Bokës do të ushtrohen sërish nga ushtarët e Forcës së Sigurisë së Kosovës. Krah trupave të ushtrisë së Republikës do të jenë edhe pjesëtar të ushtrisë së Shqipërisë, Kroacisë dhe Maqedonisë së Veriut. Vendi ynë duke qenë dhe vend nikoqir i këtij ushtrimi, por edhe pjesëmarrës me rreth 1.000 trupa në lokacione të ndryshme në regionin e Ballkanit Perëndimor. Veçohet për faktin se këtë vit Kosova është përzgjedhur nga ushtria e SBA-s si vendi ku do të vendoset komanda e divizionit e 28 të këmbësorisë së ushtrisë amerikane, tha ai. Maqedonci thotë se vendosja e këtij divizioni të ushtrisë së SBA-s në aeroportin e Gjakovës është e një rëndësie të jashtëzakonshme për Kosovën dhe tregon për profesionalizmin e ushtrisë së Republikës. Ky divizion që do të vendoset në aeroportin e Gjakovës tani pronë FSK-s do të drejtojë të gjitha operacionet dhe ushtrimet që do të zhvillohen në Ballkan, përfshirë ato në Kroaci, Shqipëri, Maqedoni dhe Bullgari, tha Maqedonci. Sipas Maqedoncit, gjatë këtyre ushtrimeve FSK-ja do të zhvillojë operacione sulmuese, operacione mbrojtëse dhe operacione stabiliteti. Ai flet edhe për nënshkrimin e një marrëveshje kolonizë në fushën e mbrojtjes që pritet të ndodhë në qershor ndërmjet Kosovës dhe SBA-s për periudhën 2025-2030. Kjo marrëveshje lidhet me ndërveprueshmërinë mes ushtrisë sonë dhe SBA-s, por edhe me industrinë e mbrojtjes, ku përmes kësaj marrëveshje do të hapin mundësi për bashkëinvestime dhe punë të përbashkët me SBA-t në fushën e industrisë së mbrojtjes, tha Matej ai. Ministri në detyrë theksoi se asnjë marrëveshje e Kosovës me asnjë vend nuk ka si qëllim kërcënimin e fqinjve dhe aktorëve të tjerë, por ndërtimin e një fuqie të aftë për të mbrojtur territorin dhe jetën e qytetarëve të saj.